Për shembull, këta 3 ditë e 3 net kanë me nejtë qëto, kanë me flejt, kanë me hongër, kanë me pi. Unë si që ja bojnë me gratë të tënve, zbëllëzër, po nejse, sporti. Gratë me veti, po thënë i kemë. Nejse. Momentalisht, po bëhet ushqimi, gara vetëm ja ka njësë në ora 12, tash ora 12:10, po bëhet mbushja ushqimit, ku përmes këtij rakete mujna me thonë, çështë ka emrin? Po mujna me cilësune emën? Spand. E gjujnë edhe bëhet derdhja ushqimit në brenda. Qëra. Shërë çështë ka emrin? Kjo pa iqja. Po, dhe unë e marrë me mësusët. Qëra, unë spand. Qëra, kjo është fat, dora e më fat. Unë ja musha edhe... Spand për ushqyrje, po. Qone ta ku mush, dije. Ka me pos fat kjo. Qëra? Ku të prishet? Ja, hajde! Qështu, tash. A ko rëzhek, se më ka tutna? Kape qështu qëre. Tash, qitë gisht, qoje. Po? Kape qështu? Moje qashtu, bravo. Tash i ki maqinën qelë. Po. Tash, qanë qështu për mas ka dole? Jo, vish pak, qëto. Po. Tash, qëre, a i qështu? Po. Qështu ka dole? Qe për mas? Vish pak është, ju kështu, qështu shtogën, qështu? Po. Qështu, qëtë dur drejt. Po. Drejt. Drejt marrës. Qështu, bravo. Po. E tash, shiko. Kur t'i jep, e lëshën që t'kishtin që jetu e mojt në i mundi. Mos me lëshu? E lëshën. Mos me lëshu? Mos me lëshu në atjen qëto. Ha, okej, hajde. A me jep zërë heqa jo? Mëse që ma pusht. Okej. Mëse që ma pusht, qështu drejt. Hajde. Edhe tash këtë jep qështu. E lëshën gishtin. Hajde. Bravo. O këpo ta? Jeee. Bravo. Trofi. E lash punën. Mere sta? Ka ma sa të urba. Për shka ta më përbonë. Kanë me mojt. Foli, unë e me ta. Jemi këtë si televizion është këtë? RTV Dugagjini, ke vënë këshira... RTV Dugagjinja? O gazetore ma i mirë. Kush? Unë. Nuk e di atë kush. Ik, Hajde. Qëre, veç ngam. Aj. Qëre, nëse veç 10 metra e gjunë këmë ta folë qëto. Posh. A e kësë zërëzë? Qërë kush? A e zërëzë? Qërë kush të zezë, veç atje gjujë. A një kalëzë ma qysh me zyrë? A, është ju në hajde. Ja, pret. Po, që edhe 3 copa i ki, hajde. Veç atje. Ku shkaj? Ju qërë për mas. Po, shalloj. Ku është marë? Ata që dele, hajde. Ku shkaj? Për mas. Ku marë për mas? Qëra e fundit. Që unë s'me shëtë që të rona kënë. Hajde, se e kuptova filozofin pa. Hajde. Bëj! Njët! Te poshë edhe në. Bra. Shka, që gjitha, ta kuptova filozofin, qëra. Ta kun folë, një këmë ta folë, që merë orënë. Ja, le. Të falim dirit. Folë ku, bruno. Që edhe mikrofoni. Nese, e, respekt. Loj ushqimit? Loj ushqimit, Ca llojet ushqimit? Do llojet bojlijës. 5 llojet ushqimeve. Llojet ushqimit janë ka bujill, mister. Prit. Çka ka atë këto? Ka bujilla, mister, janë do farfarash, bylbyla, po, pellet. A është vështirë me gjetë llojin e këtij ushqimit për peshq? Jo, nuk është vështirë. Me gjetë gjinet. Po. Hajde gjujeni ja. Sa metra be gjun 70, a? Po, mesatorja për gjithve si veta, mesatorja ke 50, 60, 70. Din 70 ke maksimalja. Okej. Po, sa është velësia ujit? 60 metra dikun 4 metra thellësia, 120 metra është. Prit marrë su ka të një kërkosh sanë. Sa është velësia? Po, në 60 metra është din 4 metra thellësi, 130 metra është 7 metra thellësia. Edhe shku me 60 metra, se është më efikas për krap. Hajde! Hajde! Pesodit, kjo është sporti, ma pak i preferuar jemi, jo. Është sporti i preferuar jemi, për arsye të qetësisë, durimit, kënaqësisë, lojës bukur,
me rjeta, komunikimit me peshq, më thënë të peshkator na foli me peshq në ndër, që ma foli me peshq, jam thot peshqje, hajde kapëm. Kështu me radhë, unë e kesh këtu në liçenin që shë pa temnin? Mavrovicës. Kesh në liçenin Mavrovicës, ku po bëhet peshkimi i llojit peshkit? Në Maqedoni. Po lloji peshkit? Krap. Krap, kjo garë cila do zgjas 3 ditë. Për shembull, këta 3 ditë e 3 net kanë me nejtë qëto, kanë me flajt, kanë me hongër, kanë me pi. Unë zi që ja bojnë me gratë të tënve, zbalëzër, po nejse, sporti. Gratë me veti, po thëni kem. Nejse. I kina që tje, mani. Okej. Kështu që... Na peshkojmë gratë që jesin flia. Po arsyeja, kë përpranon vetë se s'mund në nëzonë peshqe, a i ka shë qesin flia, se s'nëzojnë peshqe për mi qu, për mi pjek. Kështu që... Nabe mi pjek, nëse do me hongër peshqe shkon atje ku është veni, blenë peshqe dhe hanë. Po, ma ta bëj përfundimin, as për mblen me fola. Këtu më baroj.